إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرم الله سبحانه وتعالى أتى لفدرويم Ati I kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, ati I kërkojmë të na mbrojë, të na ruaj, të na strehojë nga sherri I çdo gjëje prej së cilës druhemi dhe e cila na largon nga rruga e tij. Ati ja kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë, sepse ai është I vetmi që udhëzon në rrugën e drejtë dhe hap zemrën dhe mendjen e robit për ta pranuar të vërtetën, për të jetuar sipas saj. Atë që Allah subhanahu wa taala udhëzon, ai është I udhëzuar dhe atë që ai lën në humbje, ai është I humburi. Prandaj vetëm Allahut le t'i kërkojë robi udhëzimin dhe të ndjek rrugën e duhur për të përfituar udhëzimin në rrugën e drejtë. Dhe rruga e duhur, vëllezërit e mi, është nënshtrimi ndaj asaj që Zoti ka urdhëruar subhanahu wa taala, ndaj asaj që ai e ka shtjelluar dhe shpjeguar në shpalljet I ka sjell përmes profetëve të tij, dhe së fundi nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në një botë si kjo e sotmja, të mbushur nga lakmia dhe nga tamaqarllëku për të pasur sa më shumë, nga frika e madhe që njerëzit kanë për rrezikun, për të ardhmen, është një ndjenjë që I mbush zemrat e besimtarëve. Ajo I shoqëron ata në jetën e kësaj dynjaje, atyre besimtarëve të mirë, që vërtet e kanë kuptuar qëllimin e kësaj jete. Dhe kanë kuptuar mirë kaderin e Zotit, caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Këta besimtarë dinë mirë se çdo gjë caktohet nga Zoti xhaleshan. Dhe padyshim që kaderi I Allahut është më I miri për robin. Kjo ndjenjë që është në zemrat e këtyre besimtarëve quhet, ose emërtohet nga dietarët me atë që quhet el-qana'a. Pra, kënaqësia të qenurit I kënaqur me atë që Allahu subhanahu wa taala ka ndarë për ty prej rrezikut në këtë dynja. Kjo vërtet është një gjendje e zemrës që pajtohet me furnizimin dhe ndarjen e Allahu subhanahu wa taala, pa ndier zili për atë që është në duart e të tjerëve. Dhe pa ndjenjën e privimit, pra të mos ndihesh si I privuar, përkundrazi ti je I kënaqur me atë që cakton Zoti. Kjo ndjenjë vëllezërit e mi është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë I qetë në jetën e kësaj dynjaje dhe të vazhdojë të adhurojë Allahun subhanahu wa taala, të vazhdojë jetën për qëllimin pse ka krijuar Zoti, pra që të adhurojë Zotin dhe të fitojë përjetësinë. Pa këtë lloj ndjenje është e vështirë që njeriu të përballet me frikrat e kësaj dynjaje dhe aq më keq me garimin për tamaqarllëk dhe për shtim të pasurive në jetën e kësaj dynjaje. Në fen ton, pra në fen islame, thuhet një fjalë, el-qana'atu kenzun la yafna. Pra, qana'a, sikur se e thash edhe një herë, kënaqësia me atë çfarë të ka ndarë Zoti ty, është një thesar që kur nuk shteron, kur nuk mbarojnë mirësitë e tij. Prandaj, në fen ton është e nxitur fort që njeriu të meditojë dhe gjithmonë të mendojë në të tilla çështje, pra në çështjen e qana'as, të kënaqurit me atë që ka ndarë Allahu subhanahu wa taala për ty. Allahu xhaleshanu na ka siguruar në shumë ajete në Kur'an dhe janë vërtet të shumta, me dhjetra për mos thënë me qindra. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe na ka njoftuar se çdo krijesë rrezikun e ka tek Zoti xhaleshanu. Ai që vendos rrezikun e krijesës është Allahu subhanahu wa taala dhe ai e ndan mes krijesave. Siç thotë I madhëruari subhanahu azza wa jall, nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayati ad-dunya. Ne e kemi ndarë jetesën tuaj në jetën e kësaj dynjaje. Pra është Allahu që e ka ndarë në këtë formë. Dhe thotë I madhëruari, "O ma min dabbatin fil ardi wala illa 'ala Allahi rizquha." Nuk ka asnjë gjallës në tokë që rreziku I saj të mos jetë tek Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha janë tek Allahu xhaleshan. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam
i këshillonte shpesh sahabët e tij dhe gjithë ummetin nëpërmjet tyre, me të tilla besime dhe me të tilla fjalë. Dëgjoni një hadith të cilin e sjell Ebu Dherri radhiyallahu anhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet atij dhe i thot: O Ebu Dherr, atara an kathrat al-mali huwa al-ghina? إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا وإنما يضر نفسه شحها. Çdo thot ky hadith, dëgjoni me kujdes, o Ebu Dherr, a mendon se shumimi dhe shtimi i pasurive, kjo është pasuria e vërtet? A mendon se shumimi dhe shtimi i pasurive materiale financiare në këtë dynja, kjo është pasuria e vërtet? Pasuria e vërtet, vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam, është vetëm pasuria e zemrës. Dhe varfëria e vërtet është varfëria e zemrës dhe e vetes tënde. Kush e ka pasurinë në zemrën e tij, vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk i bën dëm ajo që i ndodh nga kjo botë në jetën e kësaj dynjaje. Edhe një herë. Kush e ka pasurinë në zemrën e tij, nuk ka për t'i bërë dëm atij çfarëdo që t'i ndodh në këtë botë. Subhanallahu, je sigur nga çdo lloj ngjarje, çdo lloj ndodhie në jetën e kësaj dynjaje. Nëse zemrën e ke të pasur. Dhe kush e ka varfërinë në zemrën e tij, nuk e pasuron dot atë, thot, ajo që i vjen nga pasuritë e kësaj bote. Çfarë do lloj pasurie? Gjithë botën të japësh, nuk e pasuron atë kjo lloj pasurie që do të vijë, nëse zemrën e ka të varfër. Dhe vazhdon profeti për ta mbyllur të fjalën e tij, thot, atij i bën dëm vetëse kooperacia e vet. Pra dëmi i vetëm që i shkaktohet njeriu, nga i vjen? Nga shuhu i nefsit të tij, nga kooperacia dhe babëzia e nefsit të tij. Ky është një hadith i saktë, siç e kanë saktësuar dietarët mes tyre dhe Sheikh Albani në Sahihul Jami. Nga virtytet e larta dhe cilësitë e lavdëruara që ka sjell Zoti subhanahu wa taala është el-qana'a. Për ky hadith flet për qana'a, kënaqësinë me atë që ka ndar Zoti, dhe mos jesh tamaqar thjesht për të mbledhur pasuri. Pra që njeriu të kënaqet me atë që ka dhënë Allahu dhe me këtë të mos ketë nevojë të kërkojë njerëzve apo t'ia ngul syt asaj që kanë ata. Kështu ai jeton me qetësi në shpirtin e tij, lumturi, madje siç tha profeti sallallahu alajhi wasallam, pasuria e vërtet nuk është pasuria materiale, por pasuria e zemrës, të kënaqurit. Në fundit, ne jemi të gjithë robër të Allahut xhaleshanu, krijesat e tij. Rizkun e ka përcaktuar Zoti ynë subhanahu azza wa jall, pa dalë në këtë dynjë akoma. Që kur ishim në barkun e nanës e ka shënuar rizkun ton, dhe askush nga ju, siç thot në hadith, nuk ka për të vdekur pa e marrë rizkun të plot. Pra një njeri që e ka zemrën të bindur me këtë besim, është i qetë, o vëllezërit e mi, dhe jeton një jetë shumë të qetë dhe të lumtur. Kështu pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar për këtë dhe kur tha, o Ebu Dherr, a mendon se shumimi dhe shtimi i pasurisë kjo është pasuria e vërtet? Pra mendon dhe allogarit se ai që ka dhe mbledh pasuri të shumë, ai në fakt është i lumtur në këtë dynja? Fjalë të qarta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Lumturia edhe në jetën e kësaj dynjaje, padyshim në ahiret, nuk është e lidhur me patjetër me mbledhjen e pasurive. Gabim mendojnë ata që e kanë edhe bëjnë të tilla plane për të qenë të lumtur ata dhe fëmijët dhe familjet e tyre. Nuk janë këto planet e duhura për lumturinë në dynja dhe në ahiret. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i sqaroi realitetin e çështjes. Dhe i tha: pasuria e vërtetë është pasuria e zemrës. Domethënë, pasuria e plot, e mirë, e lëvdueshme, është pasuria e zemrës, pra e shpirtit tënd. Ai njeri që mjaftohet me atë që i është dhënë, kënaqet me të, është i kënaqur dhe nuk tregohet i pangopur, për t'i ashtuar vazhdimisht dhe për të mbledhur vazhdimisht, dhe as nuk ngul këm me lakmi në kërkimin e pasurisë. Ja ky është ai njeri që është i qartë në jetën që jeton. Po më thoni vëllezërit e mi, cili është ai njeri që e ka një zemër të tillë, pra kënaqet me atë që ka ndar Zoti
Dhe nuk është se harbon me patjetër të mbledh, duke menduar se vetëm kështu i ofron sigurinë vetes së tij. Të pakët janë ata vëllezërit e mi. Janë vetëm ata që janë të bindur që është krijuesi ai që i ka të gjitha në dorë. Janë të bindur që qëllimi i jetës së tyre në këtë dynja nuk është thjesht të mbledhin pasuri dhe kështu të krijojnë siguri për jetën e tyre, se siguria nuk është kjo. Ata janë të sigurt që qëllimi është të adhurojnë Zotin xhaleshan. Të mbledhin mirësi në këtë dynja sa më shumë për në ahiret. Ndërsa varfëria, vazhdon profeti sallallahu alajhi wasallam, realiteti i varfërisë nuk është varfëria e pasurisë, por varfëria e zemrës. Kjo sepse shumë prej atyre që Allahu ka dhënë shumë pasuri, nuk kënaqen me atë që është dhënë, ata lodhen duke u përpikur për ta shtuar edhe më shumë dhe nuk shqetësohen se nga u vjen kjo pasuri. Vjen me halal apo me haram. E rëndësishme të mbledhin, sepse zemrat e tyre janë të lidhura me këtë pasuri. Qetësia e tyre është e lidhur ngushtë vetëm me pasurinë materiale. Nuk është e lidhur ngushtë me pasurinë shpirtërore. Këta njerëz janë bosh nga tewakkuli, ose e kanë të mangët tewakkulin, pra mbështetjen tek Allahu xhaleshan. E si ta kenë të plot ose të fortë tewakkulin, ndërkohë që nuk kanë dije. As nuk lexojnë librin e Allahut subhanahu wa taala, nuk lexojnë hadithe të tilla nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe as janë fare, ata janë të zhytur në jetën e kësaj dynjaje. Janë të rrethuar nga njerëz që po një lloj mendojnë. Vetëm me pasuri mund të kesh siguri dhe lumturi. Kështu që këta njerëz si mund të kenë tewakkul, mbështetje tek Zoti xhaleshan. Vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thotë në këtë hadith: "Men kana al-ghina fi qalbihi fala yadurruhu ma laqiya min ad-dunya." Kush e ka pasurinë në zemrën e tij, nuk i bën dëm ajo që ndodh nga kjo botë. Pra çfarëdo që ndodh në botë nuk i bën dëm atij. Pra qoftë nga të mirat dhe pasuria e saj, qoftë edhe nga varfëria që mund ta kap. Ndërsa men kana al-faqru fi qalbihi fala yughnihi ma ukthira fi ad-dunya. Pra e kush e ka varfërinë në zemrën e tij nuk e pasuron atë ajo që i shtohet nga pasuritë e kësaj bote. Sado që i shtohet ai nuk bëhet i pasur, gjithmonë do mbetet i varfër, varfanjak, frikacak. Njeri që nuk ka guxim të kërkojë ahiretin, të kërkojë xhenetin. Është njeri që thjesht jeton për jetën e kësaj dynjaje, i ludhur fort pas asaj, ka frikë se mos i paksohet në një cent nga miliona dhe miliardat që mund të ketë. Vetëm kështu ndihet i sigurt, Allahu musta'an. Wa inna ma yadurruhu nafsuhu shuhuha. Ati bën dëm vetëse tamaqallaku dhe kopratësia e vet. Pra ky është dëmi kryesor, armiku i vetvetes është ky njeri. Atëherë, ky hadith vëllezërit e mi bën fjalë edhe një herë për atë që quhet el-qana'a. Në gjuhën arabe, kjo vjen nga fjala qana'a, yaqna'u, që do të thotë jesh i kënaqur, të pranosh, të mjaftohesh me atë që ke. Sipas kuptimit në Islam, qana'a çfarë nuk kupton edhe një herë? Kënaqësia e zemrës me atë që Allahu ka ndarë për ty, nga rizku, pa e zgjatur syrin drejt asaj që ka tjetri, pa u ankuar dhe pa u rebeluar kundër Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është qetësia e zemrës me atë që ka ndarë Zoti për ty. Imam Ibn Qayyim el-Jauziyje e përkufizon qana'an në këtë formë. Ajo është kënaqësia që buron nga bindja se ndarja e Allahut azza wa jall është më drejta dhe më mira se gjykimi yt për veten tënde. Edhe një ndarja e Allahut subhanahu wa taala është më mira, më drejta se ajo që ti gjykon për veten tënde. Nëse je i bindur për këtë, atëherë kjo është qana'a. Pa a mundet ta bëj këtë ai që nuk e njeh Zotin? Ai që nuk ka krijuar marrëdhënie të fortë, ngushtë me Allahun xhaleshan. Mund ta bëj këtë ai njeri? Kurrë në kurrës. Ai njeri që nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala, nuk është në kontakt me librin e Zotit xhaleshan, dhe as me fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund ta ketë këtë lloj bindjeje. Ndërsa Imam Ibn Taymija thotë, qana'a është një nga format më të larta të tawakkulit, pra mbështetjes së zemrës tek Allahu xhaleshan. Sepse ai që kënaqet me atë që ka ndarë Zoti, nuk i kërkon askujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Është i kënaqur me atë që ka ndarë Zoti dhe e di që kjo është saktimi i Allahut për të, nuk e tepron që të poshtërohet dhe të ul kokën te dikush tjetër. Pra qana'a nuk është pasivitet, vëllezërit e mi. Ajo është një gjendje e zemrës, veprim besimi. Është sinjal që besimtari e ka dorëzuar plotësisht çështjet e tij Allahut xhaleshan. Në hadithin e njohur profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan
wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ka shpëtuar ai që u bë musliman. Pa ju dorëzuar Allahut në fenë e tij, ju dorëzuar tërësisht Zotit. Kur themi musliman, ka hyrë në Islam tërësisht. E dyta, ju dha rizq i mjaftueshëm dhe Allahu e bëri të kënaqur me atë që ndau për të. Pra ka shpëtuar, qad aflaha. Shpëtoi dhe fitoi çdo të mirë, të dunjas dhe ahiretit. Ai që ka këto të treja. Nëse të ka dhënë Allahu Islamin, je musliman dhe po adhuron Zotin xheleshano, po kërkon ahiretin, po kërkon përjetësinë, do të hysh në xhenet. Nëse të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala diçka të tillë, e para. E dyta, ruzika kefafen, të ka dhënë mjaftueshëm të jetosh në dynja. Ke një streh, ke ushqimin e përditshëm, ke shëndetin, ke njerëz të mirë, ke paqe që të rrethojnë. Dhe të ka kënaqur Zoti me atë që të ka dhënë, se mund të kesh këto po si i kënaqur. Kërkon me tamaqallëk më shumë, do të shfaqesh, të dukesh mbi të tjerë. Pra nëse je i kënaqur, të ka kënaqur Zoti, ke fituar çdo të mirë dhe ke shpëtuar nga çdo e keqe. Qad aflaha, ke filluar atë quhet al-falahu. Të sjell Imam Muslimi. Atëherë vëllezërit e mi, kjo është qanaa në Islam, nuk është një cilësi e rastësishme, por një virtyt që përsëritet me shumë thellësi në Kur'an dhe në Sunet. Islami vendos kanaan në zemër të moralit të besimtarit. Kur'ani dhe Suneti janë të pasur me ajete dhe hadithe që e lëvdojnë modestinë, pranimin dhe shmangjen e lakmisë të tepruar. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë, hayatan tayyiba. Dhe thon shumë nga mufesirët që el hayatu tayyiba, cila është jeta e mirë dhe e këndshme që premton Allahu xhaleshanu. Jeta e mirë këtu nënkupton zemrën e kënaqur dhe shpirtin e ngopur, që vjen pra nga kanaa, pranimi i asaj që ka ndarë Zoti për ty. Kjo është jeta e mirë. Sepse jetë të mirë do të thotë që çdo kush që bëhet besimtar dhe bën punë të mira do të bëhet pasanik dhe miliarder. Po ti ishte ky kuptimi që kështu do ta gjesh lumturinë, do bëhet miliarder secili besimtar. Po ja që jeta e mirë është edhe një herë kënaqësia e shpirtit me atë që ka ndarë Zoti për ty. Po ashtu Allahu xhaleshanu na paralajmëroi që mos lakmojmë kënaqësitë dhe zbukurimet e kësaj bote. Dhe thot subhanahu wa taala: dhe mos ja ngul syt bukurisë së kësaj jete, me të cilën i bëm të kënaqen disa prej tyre, pra prej jo besimtarve, për t'i sprovuar me të. Shpërblimi i Zotit tënd, o rizqu rabbike khairun wa abqa. Shpërblimi i Zotit tënd dhe risku i tij është shumë i mirë dhe do të mbetet për gjithmonë. Pra në ahiret vetëm besimtari do shijojë mirësitë e Allahut xhaleshanu. Prandaj besimtari mëson të trajtojnë dynjan si mjet dhe jo si qëllim, vend kalimi dhe jo vend qëndrimi, vend mbjellje dhe jo vend ku ai do të korr gjitha kënaqësi dhe mirësi që shpreson. Jo, është ahireti për besimtarin. Dynjaja është vend mbjelljeje. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i thot Ibn Umarit dhe të tjerëve prej sahabëve: jeton në këtë dynja si udhëtar apo kalimtar. Kjo është jeta e dynjas për besimtarin. Profeti vetë sallallahu alajhi wasallam ishte shembulli i kanaas, kënaqësisë me atë që ka ndarë Zoti për të, dhe i mos lakmis tepër nga kënaqësitë e kësaj dynjaje. Ai jetoi thjesht pa u mashtruar nga luksi i kësaj bote. Është një rast kur profeti sallallahu alajhi wasallam dhe familja e tij nuk u ndes zjarrin në shtëpinë e tyre për muaj të tërë, për të gatuar në të. Dhe jetonte si thot alal aswadain, pra ujë dhe hurma të thata. Kjo për muaj të tërë vëllezërit e mi. Nuk kishte mundësi profeti sallallahu alajhi wasallam që të kënaqej me mirësitë e kësaj dynjaje, por ai ishte shembulli i këtij ummeti. I dha që jeta e kësaj dynjaje të kënaqet njeriu me atë që ka, subhanallahu, me atë që do ndaj Zoti. Vallahi po ta mendojmë sot se çfarë na ka dhënë Allahu xhaleshanu, o vëllezërit e mi. Na ka dhënë ai shumë mirësi Allahu subhanahu wa taala, se që ne jetojmë si mbretër, jo si njerëz të varfër. Mbretër. Dhe po e teprojmë ndoshta ky teprim me këto kënaqësi dhe lukse që na jep Zoti xhaleshanu, mbase e ka zbehur imanin në zemrat tona. Mbase na ka bërë që të mos e mendojmë shumë ahiretin, madje ta kemi frikë. Allahu musta'an. Kurse njerëz si profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ata që ai edukoi, nuk e kishin frikë ahiretin. Madje ata shpresonin, atë aspironin, subhanallahu. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është një shprehje e tij kur tha: Allahumma ij'al rizqa ala Muhammedin quta yawmihi. O Zot, bëje rizkun e familjes së Muhamedit
Domethënë thjesht furnizimin e përditshëm të tyre, sa për nevojat e tyre. Rizqa qut, qut e yaumi. Çfarë është qutu yaumi? Pra risku i përditshëm, atë që ka nevojë ta hash atë ditë. Kjo është risku i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Laysa al-ghina an kathrati al-arad, walakin al-ghina ghina an-nafs." Pra nuk qëndron pasuria në shumësinë e gjërave materiale, por pasuria e vërtetë është në pasurinë e shpirtit. Transmeton Buhariu. Profeti gjithashtu sallallahu alaihi wasallam tha, si në hadithin që cituam më sipër, pra ka shpëtuar ai që është bërë musliman, është furnizuar vetëm për të mjaftuar dhe Allahu e ka bërë të kënaqur me atë që i ka dhënë. Po në këtë frym profeti sallallahu alaihi wasallam porosit dhe thot: "Shikoni ata që janë poshtë jush në pasuri të dynjas dhe mos shikoni ata që janë sipër jush. Sepse kjo është më e udhës që të mos i nënvlerësoni mirësitë që ju ka dhënë Allahu xhaleshan." Pra, nëse njeriu do shikoj ata që janë sipër tij në pasuri, në luks dhe stolira, padyshim që do t'i duket sikur është i varfër, është i privuar dhe nuk shijon, dhe në fakt njeriu i tillë është. Pra, njeriu kërkon, është kurioz, madje është dhe tamaqar dhe kërkon domethënë që të ketë më shumë se tjetri. Kjo është diçka brenda nefsit të njeriu. Por na udhëzon Zoti e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai që kufizohet dhe kupton që pasuria s'është duke shtuar stolitë e kësaj dynjaje, atëherë kupton që elhamdulillah qëllimi është thjesht të jetoj me modesti dhe të fitoj ahiretin e tij. Një tjetër hadith domethënë është ai që thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Nëse biri Ademi do të kishte një lugin me arë, me flori, do të kërkonte një të dytë. Nëse do kishte dy, do të kërkonte një të tretë. Dhe brëndinë e tij, pra atë grop të madhe që ai do ta mbush shpirtin e tij, nuk e mbush vetëse dhe u i varrit. Vetëm kur të vdes, atëherë do mbushet brendia e tij. Por atëherë është vonë. Vetëm ai që në dynja jetoi ashtu si duhet, ai elhamdulillah do ta kënaqë Zoti i Madh." Disa fjalë të dietarëve për Kanaan, fjalë të zgjedhura të tyre. Njeriu i lirë, thotë domethënë el-hurru abdun ma tami' wal abdu hurrun ma qani'. Njeriu i lirë mbetet skllav, thotë, për sa kohë është lakmitar dhe tamaqar. Ndërsa sklavi është i lirë për sa kohë që ai është i kënaqur me atë që ka ndarë Zoti për ta. Dhe thotë gjithashtu, ai që nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut, zemra e tij do të jetë gjithmonë në trazim. Edhe sikur të ketë gjithë dynjan nën pronësinë e tij. Dhe në fakt thuhet nga Ibn Taymije që e ka trajtuar ose e ka përjetuar këtë lloj, domethënë kënaqësie të Kanaas në shpirtin e tij, dhe kjo duket në fjalën kur ai tha, kur e burgosën dhe e përndoqën. Thotë, "Çfarë mund të më bëjnë armiqtë e mi? Xheneti im është në kraharorin tim. Nëse më burgosin, burgu është vetmi me Zotin tim. Nëse më internojnë, mërgimi është udhëtim për hir të Zotit. Dhe nëse më vrasin, vrasa ime është rënje dëshmor në rrugën e Allahut subhanahu wa taala." Subhanallahu. I burgosur, i përndjekur, i internuar, e megjithatë kishte forcë në shpirtin e tij që unë jam i kënaqur me atë që ka ndarë Zoti për mua. A jam në rregull me urdhëresat e Allahut subhanahu wa taala? A përpiqem të adhuroj Zotin? Përpiqem të jemi i rregullt, mos shkel të drejtën e askujt? Elhamdulillah. Çfarëdo që ndodh më pas, jam i kënaqur me saktimin e Allahut xhalesha. Dhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe që nuk blihet me pasuri o vëllezërit e mi. Dhe thonë disa dietarë të tjerë, kur njeriu arrin kënaqësinë e shpirtit, kur frytet të çmuara në zemër, pra këtë lloj qetësie të Kanaas. Dhe zemra gjen prehje në çdo gjendje që ai kalon. Me fjalë të tjera, njeriu i kënaqur me saktimin e Zotit gëzohet me zemër për çdo gjë që Zoti ka përcaktuar me të. I qetësohet shpirti në çdo rrethan, zemra i mbushet me paqe edhe kur përballet me sfida dhe goditjet të kësaj dynjaje. Ai ndihet i gëzuar me pjesën që ka caktuar Allahu xhaleshanu dhe i pranon me zemër të kënaqur vendimet e Zotit për ta. Nëse shmangesh nga Kanaa, thot dikush tjetër, do të shmangesh ose drejt lakmisë të tërbuar, ose drejt uljes së dinjitetit dhe humbjes. Prandaj pra, Kanaa është kenzun la yafna, pra një thesar i cili kur nuk rresht dhe nuk përfundon. Edhe Imam Nevawiu gjithashtu ka thënë fjalë të rëndësishme për Kanaan. Thot Kanaa nuk do të thotë të heqësh dorë nga gjërat e nevojshme të jetës tënde dhe të afërme të dashurve të tu në jetën e kësaj dynjaje. Por
të kënaqesh me mjaftueshmërinë dhe të mos e lidhësh zemrën pas tepricave. Për asaj e cila hyn në hakun e ahiretit, të shpërqendrohen nga rruga e ahiretit, të shpërqendrohen nga ai qëllimi pse i krijuar. Dhe në fakt çdo të sjell dobi nëse preokupove shumë me të. Pra ky është qëllimi, nuk është thjesht të privosh veten qanaa, por të mos e privosh veten nga ahireti për shkak të tamaqallëkut të shpirtit. Edhe Sheikh Abdulrahman Saidi, Allahu mëshiroft, përmend atë hadith që njeriu edhe nëse ka një rrugim me ardhur donte të dytën, nëse ka dy donte të tretën, për ta theksuar edhe një herë se njeriu nuk ngopet në këtë dynja. Prandaj më mirë të kënaqet me atë që ka caktuar Zoti, krijon atë rutinën e përditshme të tij dhe elhamdulillah e mbush punët e ahiretit të tij. Kjo është ajo që duhet të synoj njeriu. Të mirat e qanaas janë të shumta vëllezërit e mi, do të përmendim disa prej tyre. Së pari, vëllezërit e mi, është afërsia me Allahun dhe devotshmëria. Të kënaqurit me atë që ka ndarë Zoti, të bën që ti jesh për të afërmve të Zotit dhe të devotshmëve. Është thelbi i devotshmërisë. Kënaqësia me atë që Zoti ndan për ty. Ti jesh i kënaqur me atë që Zoti ka caktuar, është në vetvete një akt adhurimi dhe shenjë e besimit të fortë. Shumë dietarë kanë konsideruar qanaas si pjesë të takwas, devotshmërisë. Pra ai që e kultivon këtë gjë në veten e tij, elhamdulillah ka arritur devotshmërinë. Dëgjoni disa fjalë që ka thënë Ka'b al-Ahbar, që i transmeton nga librat e hershëm. Ndër fjalët që janë transmetuar në librat e hershëm që i ka thënë Zoti, o biri i Ademit, unë të krijova ty për të më adhuruar mua. Prandaj mos u merr me lojra. Dhe unë e kam dhënë riskun tënd. Prandaj mos lodh veten tej mase për të. Mos lakmo për më shumë se ç'të kam caktuar. Dhe nëse merr më pak se ç'pret, mos u trishto. Nëse je i kënaqur me atë që unë ta kam caktuar, do ta qetësoj zemrën tënde dhe trupin tënd. Dhe tek unë do të jesh i lavdëruar. Por nëse nuk je i kënaqur, pasha madhërinë dhe lavdinë time, do ta lëshoj dynjan mbi ty. Dhe ti do të vraposh pas saj si kafshët e egra në shkretë të tirë, por nuk do të marrësh prej saj asgjë, vetëse atë që unë e kam caktuar për ty. Dhe tek unë do të jesh i qortuar dhe jo i lëvduar. O biri i Ademit, vazhdon kjo fjalë. Unë i krijova për ty qiejt dhe tokat, dhe nuk u lodha nga krijimi i tyre. A do të lodhem unë të sjell ty një kafshat rizq që ta kam caktuar pa lodhje nga ana jote? Nuk lodhet Allahu subhanahu wa taala. Pra, Allahu është i kënaqur me robin nëse ai kënaqet me ndarjen që i ka dhënë robit. Nuk bëhet tamaqat dhe rendës pas dunjaje, por kënaqet me riskun e Zotit, mjaftohet me atë halallin e tij dhe përpiqet për ahiretin, për vetë dhe familjen e tij. Kjo është ajo që synon dhe edukon Islami. Së dyti, stabilitet dhe rahati shpirtërore vëllezërit e mi. Një nga të mirat më të dukshme të qanaas është qetësia e brendshme. Kjo nuk është e brisht, qetësia e brisht. Përkundrazi e bën individin rezistent, domethënë shumë rezistent ndaj çdo lloj trazire të jetës. Ai që ka qanaa pranon se pasuria dhe varfëria, suksesi dhe dështimi janë sprovë nga Allahu subhanahu wa taala. Thjesht njeriu ti duhet i kalojë dhe nuk humbet nga qëllimi që i ka vënë vetes në këtë dynja, adhurimi i Zotit dhe fitimi i ahiretit, dhe shpëtimi nga zjarri i xhehenemit. Për këtë arsye profeti thotë, lumtur atë që sikur se thash udhëzohet dhe i ka dhënë Zoti mjaftueshëm dhe ai kënaqet me të. Gjithashtu nga të mirat e kanaas, largimi nga lakmia, tamaqallëku dhe babëzia e dëmshme, që e lodh shpirtin. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra ai që duke na treguar se ai që nuk ka qanaa, ai domethënë është i prirur drejt padrejtësive, drejt hyrjes në hak të tjerëve. Profeti thot sallallahu alaihi wasallam: ruajuni nga padrejtësia, sepse padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Dhe ruajuni nga lakmia, sepse lakmia e shkatroi ata që ishin para jush, i shtiu të derdhin gjakun e njëri tjetrit dhe t'i bëjnë të lejuara gjërat që ishin të ndaluara. Transmeton Imam Muslimi. Pra, lakmia dhe mungesa e qanaas e bën njeriu të jetë tamaqa dhe madje mund të marrë dhe jetën dhe gjakun e tjetrit, pa asnjë lloj hezitimi. Allahu musta'an. Gjithashtu, është shuarja e smirës dhe zilis. Ai që mbush shpirtin me qanaa, për kënaqet me Zotin xhaleshanu, me ndarjen e tij, nuk ka zili të tjerët, nuk ka hased. Dhe hasedi në fakt është sëmundje e përhapur
në dynja. Njerëzit vrasin njëri tjetrin për haset, për shkak të zilisë dhe smirës që kanë. Thonë dietarët, si thot Abdullah ibn Mas'udi, nëse zemra është e kënaqur, nuk gjen dot brenda saj zilin. Pra këta njerëz subhanallahu e kanë shpirtin të pastër edhe nga zilia, nga hasedi për të tjerët, sepse janë të kënaqur me atë që ka ndarë Zoti për ta. Gjithashtu, nga të mirat e kanas është kultivimi i tipareve të mira. Me kanan vijnë dhe virtytet larta të tjera, siç është durimi. Pra ai që është i kënaqur me atë që ka ndarë Zoti do bëj durim në gjendjen në cilën e ka vendosur Zoti subhanuhu teala. Gjithashtu është thjeshtësia, se është i kënaqur dhe s'ka nevojë të mburet apo të shtiret, si domethënë i pasur apo domethënë më i lartë tek të tjerët. Është thjeshtësia, modestia e tij. Gjithashtu është për të mirave dhe ajo që është tewakkuli, pra mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala. Ai që ka kanaan në zemër i mbështetet vetëm Allahut xhaleshan. Pastaj vëllezërit e mi, nga më të mirat e kësaj ndjenje është edhe mundësia që njeriu ka më shumë kohë që të rrijë me familjen e tij, të rrijë me të dashurit e tij, me ata që i do dhe e duan, sepse nuk është i zhytur thjesht për të mbledhur pasuri. Rri më shumë me ta. Dhe ka shumë njerëz që janë dëshpëruar, subhanallahu, njerëz që mbasi kanë pasuri shumë të mëdha në këtë botë. Dëshpërimi më i madh i tyre sepse nuk kanë ndendur me njerëzit që i kanë dashur. Nuk kanë ndendur pranë tyre. S'kan jetuar me ta. Edhe pse mund t'i kishin ndoshta afër, po nuk ishin afër me zemrat e tyre. Pra ke më shumë mundësi që të rish me njerëzit e dashur. Po ashtu ke mundësi më shumë që të merresh me qëllimin pse të ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Pa nuk e harxhon kohën thjesht duke mbledhur pasuri që s'do të bëjnë dobi nëse nuk i jep për hir të Zotit xhaleshan. Pra do kesh kohë të falësh më shumë namaz, do kesh kohë që të lexosh më shumë Kur'an, të bësh punë të hajrit dhe punë të mira, të ndihmosh fen Allahu subhanahu wa taala, të jesh pranë njerëzve të dashur që të duan. Pra gjitha këto janë punë të hajrit që ai njeriu që nuk kënaqet me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe është tamaqar, do ta shpenzojë për gjëra të tjera, elusallahu të na ruaj dhe na shpëtoj. Lumturia dhe gëzimi me pak vëllezërit e mi, për ta mbyllur këtë pjesë të parë të hutbes, pra kana e sjell njeriu lumturi dhe kënaqësi. Atë që ka dhënë Zoti. Është i ngrohtë, i kënaqur në shpirt, i lumtur me familjen e tij, nuk tepron dhe nuk mërzitet dhe nuk friksohet në shpirt pse ka pak apo shumë, por është i kënaqur dhe i lumtur me atë që ka ndarë Zoti, dhe kjo është një shije që vetëm ata që e kanë, u ka dhënë Zoti i Madh, vetëm ata mund ta shijojnë dhe ta përjetojnë. Elusallahu subhanahu wa taala, na bëjë ata që janë të kënaqur në zemrën e tyre me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për ta. Elusallahu të mos i preokupoj mendjet dhe shpirtrat tanë me jetën e kësaj dhunjaje dhe teprimin e të. Ti preokupoj ato me afrimin tek ai, me punë të hajrit, me punë që ai do subhanahu wa taala dhe i dëshiron prej nesh. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E mbylli profeti sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë që i tha Abu Dharrit: "Wa man kana al-faqru fi qalbihi fala yughnihi ma ukthira lahu fi ad-dunya, wa inma yadurru nafsahu shuhha." Dhe kush e ka varfërinë në zemrën e tij, nuk e pasuron atë ajo që do t'i shtohet në këtë botë prej pasurive. Dhe atë dëmton, pra dëmtuesi më i madh i tij është pikërisht tamaqarllaku dhe kooperacia e nefsit të tij. Kjo na shtyn domethënë për dëmet e mungesës së qanaas, që janë të kundërtat e atyre që thamë më sipër. Ai njeriu që nuk e ka stërvitur veten dhe nuk e ka stolisur veten me këtë cilësi të mirë që është qanaa, kënaqësia me ndarjen e Zotit dhe qetësia me sigurinë që jep besimin në Allahun Azza wa Jall. Pra këta njerëz që se kanë këtë mirësi, këta njerëz vuajnë vëllezërit e mi. Së pari, ankthi dhe stresi i vazhdueshëm. Pa kana njeriu e gjen veten të zhytur në gjendje të përhershme pa kënaqësie. Gjithmonë ndjen se i mungon diçka, se nuk ka mjaftueshëm, se duhet të nxitojë të sigurojë më shumë. Kjo shoqërohet me ankth dhe shqetësim të pandërprer. Ai që s'kënaqet me pak, as më shumë nuk do të kënaqet më, sepse i tillë është shpirti i tij. Ai nuk do të gjejë karar asnjëherë dhe kur nuk do të ngopet nga ato që kanë në dynja. Pakënaqësia dhe mosmirënjohja është tjetër
fryt i mungesës së kanaas në shpirtin e njeriut. Pra kënaqësia dhe mosmirnjohja, pra kufri i ni'metit, kufrimi i mirësive të Allahut. Kur dikujt i mungon kanaa, ai priret të ankohet vazhdimisht. Sado mirësi të ketë, syri bie tek ajo që s'e ka. Kjo e bën të verbuar ndaj mirësive që jep hallalli që jep Zoti xhaleshano. Ai nuk e ka këtë bekimin dhe këtë mirësi. Ai nuk gëzohet dhe nuk kënaqet, pra gjithmonë është i pakënaqur. Mosmirnjohës ndaj Zotit xhaleshano. Nuk është zemra e tij e falëndëruese. Dhe kur nuk është falëndëruese o vëllezërit e mi, atëherë Allahu musta'an, edhe ato që ka do t'i ikin nga duart. Mund të mos i ikin realisht, mund t'i ketë në dorë, po subhanallahu ikën bereqeti tyre. Prandaj shumë njerëz mund të kenë pasuri të mëdha, por nuk e dinë se ku u shkojnë dhe se ikin, nuk janë ndjen kënaqësinë dhe lezetin atyre. Pse? Sepse u mungon bereqeti në këtë pasuri. Nuk ka duk, siç i thon të vjetrit. Pra pakënaqësia vazhdueshme bën njeriu të jetë pesimist dhe helmon atmosferën dhe njerëzit që jetojnë me të. I helmon subhanallahu. I mbush me pasiguri dhe frikë. Edhe sikur të ketë pasuri të gjithë dynjas, Allahu musta'an. Së treti, skllavëri ndaj dynjas dhe humbje e lirisë së brendshme. Besimtari është i lirë në këtë dynja, sepse shpirti i tij fluturon diku tjetër. Synon ahiretin subhanallahu. Ai që është i lidhur fort me këtë dynjan, ai është skllavëruar pastaj. Dhe është bërë robi i punës. Dhe shikon që nuk bën punë si gjithë të tjerët zakonisht, po subhanallahu të shikosh që edhe nëse pasurohet shumë, akoma më shumë zhytet në punë dhe në preokupime. Kjo tregon se ka tepruar dhe po harbon pas kësaj dynjaje. Ai është skllavëruar tashmë. Pse? Sepse nuk ka qanaa dhe nuk ka qëllim të lartë në jetën e tij. I mungon ky qëllim. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë thotë? Dëgjoni me kujdes të hadith. I mirë qoftë robi i dinarit dhe robi i dirhemit. Robi i robës së bukur. Nëse i jepet nga kjo botë, është i kënaqur. Nëse nuk i jepet, hidhrohet. I mirë dhe i rrëzuar qoftë ai. Dhe nëse i hyn një gjem në trup, mos ju shëroft, thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe një gjem që mos gjej karar, mos gjej qetësi, është fjalë e profetit sallallahu alajhi wasallam. Lum për robin që e merr kapitallin e kalit të tij në rrugën e Allahut. Ai rob me flokë të shpupurisur, me këmbë të pluhurosura, nëse caktohet roje, qëndron si roje. Nëse caktohet në prapavi, është në prapavi. Nëse kërkon leje të njerëzit e pushtetit, pra që të hyjë të kërkojë diçka tek ata, refuzohet. Çdo më thënë refuzohet, do thotë nuk është njeri i rëndësishëm. Por profeti thotë çfarë? Lum ai që është i tillë. Edhe nëse nuk ka vlerë ose nuk ka pozitë tek njerëzit, madje kur kërkon lejë të hyjë tek të mëdhenjt, si japin lejë të hyjë tek ata. Cili është e veçanta, nuk i jepet. Nëse ndërmjetëson, thotë për dikë, nuk i pranohet ndërmjetësimi, se s'ka vlerë tek njerëzit, duket sikur është ndoshta i pa vlerë. Pra lum ai, pse e tha profeti sallallahu alajhi wasallam lum ai? Cilësia e këtij njeriu cila ishte? E merr kapitallin e kalit të tij dhe ecë në rrugën e Allahut. Pra ky njeri preokupohet me çfarë? Ai është në rrugën e Zotit subhanuhu teala. Ai është në rrugën e Allahut. Edhe çdo njeri, çdo musliman është në rrugën e Allahut në këtë dynja, nëse ka kuptuar thelbin e jetës së tij. Ti je në rrugën e Allahut sepse ti pa adhuron Zotin, po kërkon xhenetin, e do të ruhesh nga zjarri, do llogarit të lehtë ditën e gjykimit. Ti je në rrugën e Allahut sepse ke dalë të ushqesh familjen me halal, me pastërti, mos hysh askujt në hak, do bësh shumë durim në këtë rrugë. Edhe shikon, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, i me flokë të shpupuritur, me këmbë të pluhurosura. Pra është njeri që përpiqet me zell dhe me përkushtim në qëllimin që ka vënë vetes. Nga ana tjetër në dynja nuk është se i kushtojnë rëndësi, por ai, nëse vendosin roje do të shkojë dhe e bën mirë atë punë. Nëse vendosin prapavi, në prapavi vetë dhe e përmbush dhe plotson detyrën që ka. Pra është njeri amanetçi. E bën detyrën ashtu si duhet. Nuk i vjen turp dhe nuk e përçmon veten nëse e vendosin dhe në detyrat e thjeshta. Çfarë kupton nga kjo pamje? Thjeshtësia e këtij njeriu. Besimi tek Allahu xhaleshanu, pastërtia në marrëdhënie me njerëzit, ndeshmëria dhe devotshmëria. Edhe nëse kërkon që të marr lejë të hyjë te dikush që është i pushtetshëm, nuk i jepet leja. S'ka rëndësi, nuk prish punë. Edhe nëse ndërmjetëson te dikush, nuk i dëgohet fjala, nuk ka rëndësi.
Ky është njeriu i thjeshtë. Ky është njeriu që ka qanaa, është i bindur dhe i kënaqur me atë që ka ndarë Zoti dhe nuk mërzitet me këto gjëra që ndodhin. Ai ishte i kënaqur rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Lum për këtë njeri. Ky ishte e kundërta e kujt? Atij që u përmend pak më sipër. Robi i dinarit, robi i dirhemit, robi i robës së bukur. Nëse i jepet, kënaqet. Nëse privohet, zemërohet. E kundërta ishte ky që folëm. Kjo është udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra me roba nuk kupton njeriu që ka zemrën të varur prej paras dhe luksit. Kjo do të thotë vëllezërit e mi se ai që nuk ka qanaa, ai e ka të kushtëzuar lumturinë e tij me diçka tjetër jashtë tij, që është pasuria e kësaj dynjaje që në fundit s'është në dorën e tij. Sado që të përpiqet, do të marrë aq sa Zoti ka caktuar. Kështu që ai që kënaqet me Allahun subhanahu wa taala, me atë që Zoti ka caktuar, ai e ka gjetur sekretin e lumturisë. Sepse Zoti e bën atë të lumtur dhe të kënaqur. Një tjetër sherr për ta mbyllur sherrin e mungesës së qanaas në shpirtin e njeriut, konfliktet dhe xhelozia në shoqëri o vëllezërit e mi. Sebebi i konflikteve cili është? Është pikërisht pakënaqësia me atë që ka ndarë Zoti për ty. Kërkon dhe jeta më qartë të përmbushësh çdo lloj epshi dhe dëshire që të del. Në emër të saj mund të je i gatshëm të bësh gjithçka. Gjithçka. Dhe nuk pyet fare as për jetën e njerëzve, as për gjakun e tyre, as për nderin e tyre, as për pasurinë e tyre. Thjesht sepse ti do të përmbushësh atë që synon shpirti jot, sepse je skllav i kësaj dynjaje. Prandaj gjitha konfliktet që lindin o vëllezërit e mi janë pikërisht nga xhelozia dhe tamaqarllaku i njerëzve në zemrat e tyre. Allahu musta'an. Prandaj njeriu është e mira që të kujdeset për el qanaa, kënaqësinë e atij që ka ndarë Zoti. Kjo arrihet o vëllezërit e mi duke e njohur Allahun subhanahu wa taala. Duke e njohur hollësisht faktin që Zoti ka të gjitha në dorë, o vëllezërit e mi. Pasurinë dhe varfërinë, pushtetin dhe rënimin, të gjitha i ka Zoti në dorë subhanahu wa taala. Prandaj kërkoja në Allahut azza wa jall, të kënaqemi atë që ka ndarë Zoti për ne, dhe tjetra, të kuptojmë qëllimin pse na ka krijuar Allahu xhaleshan. Nëse kuptojmë këtë qëllim, elhamdulillah dhe bëjmë pjesën bazike të jetës tonë, pra kënaqësinë e Allahut, adhurimin e tij, fitimin e xhenetit, elhamdulillah, të gjitha të tjerat i rregullon Zoti subhanahu wa taala me mëshirën e tij dhe me pushtetin e tij. Lutë Allahun azza wa jall na bëjë nga ata që kënaqen me caktimin e tij. Lutë Allahun subhanahu wa taala na bëjë nga ata që e njohin madhështinë e tij dhe janë të kënaqur dhe të sigurt me premtimin e Allahut xhaleshan. Lutë Allahun ta forcojë mbështetjen tawakkulin në zemrat tona. Na jap qanaa dhe qetësi me atë që ka ndarë për ne. Së fundi o vëllezërit e mi, çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.